ideal, sa kemi ecur përpara dhe cilat janë sfidat e cilat mbeten ende për tu të kaluar. Për të zgjeruar më shumë këtë temë, kemi kënaqësi që studion ta ndajmë me Kenan Gashi, drejtori i rrjetit të OJC-ve Avonet, gazetaren tonë Dona Aliu, gjithashtu edhe gazetaren tjetër tonën Sara Sheho. Mirëmëngjesi edhe mirë se ardhët. Mirëmëngjesi. Paka shumë e kemi caktu një temë që zgjon me mira perceptime, mira këndvështrime, po sot na jemi këtu se cili me dhonë këndvështrimin e vetë, edhe në fundit me u munu paka shumë me ra me një përfundim të sakt, të qartë edhe të drejtë. E di që ka me qenë e vështirë, po të shojnë gjatë diskutimit. Kënaqësi kemi në studio, zotri Gashi. Faleminderit shumë për ftesën, po më është nderë. Okej. Vajzat paka shumë kanë hulumtu, kanë bu disa hulumtimet veta për Sora për shokështu me fleqë, që pas kanë zirë material, sa dush me folë. Po ja japim fjallën, hajde Sora. Kom djerë shumë shembuj që ligji për barazi gjinore në Kosovë i cili është miratuar në vitin 2015 është një nga dokumentet më të rëndësishme që përcakton të drejtat e barabarta për gratë dhe burrat në të gjitha aspektet apo fushat e jetës. Ndërkohë që kom djerë shumë pika që ligji për barazi gjinore i përfshin dhe kemi shumë shembuj nga qytetet të ndryshme të Kosovës ku ka pasur pabarazi gjinore në raste në ngacmimet e punës, pjesëmarrja grave në politikë e shumë të tjera që do t'i ndajmë së bashku me Kenanin dhe Donën. E Dona? Po, pa tjetër, në fakt, kjo për mendimin tem është një temë shumë delikate, një temë që në fakt edhe është diskutu, por ndoshta i kemi dhënë pak sa kohje të gabume. Unë jam pro të drejtave të grave, normal, besoj që secila gru, secila vajzë është pro drejtave të grave, dhe jo vetëm të drejtave të grave, por të drejtave të individit fillimisht, sepse askush nuk ka të drejtë me ja cënu të drejtën tjetrit, apo me ja mohu. Edhe na e dim që sidomos në zonat rurale është pak ma i theksum kjo puna e shtypjes të figurës gruas ose figurës së vajzave, edhe nështë atë gjitha këto diskutime duhet me i bo për ato vajza, për ato gra, sepse faktikisht të e marrë parasysh që jetojnë në një zonë ku jo shumë ju dëgjohet zëri, atëherë jemi ne këto që duhet me folë edhe duhet me luftu për ato vajza dhe ato gra që jënë të shtypura, por nuk ka mundësi me ngritë zërin. Po lidha nga fjalla e Donës, se banë me fillu. Kur tha shtypja e gruas, unë mendoj që në Kosovë kemi një rrethon tjetër. Pavarësisht që ka flitet media, që ka flitet në opinion, unë mendoj që aktualisht djemët janë në presionin e gruas dhe vazhdimësia në ndikimin e tyre. Thonja e publikut është të pikuna potutësh, nuk po thojnë vallai kush është, nuk është duke diskutuar niveli i asaj, po është duke u krijuar një stat tjetër në Kosovë, pak si shaka, po me shumë të vërteta, e kështu që unë mendoj që drejta e gruas është pikë synimi në këtë botë, nuk është flitet vetëm për Kosovë, e veçanti Kosova ka marrë shumë iniciativa edhe ligjore, po edhe strategjike, e të njëjtë ku edhe veprimet e institucioneve, që siguria e gruas është shumë e fortë se shumë shtete të vendit të rajonit që ka Kosova, kena mekanizma për mbrojtjen e drejtës së gruas, e në veçanti kemi edhe ligje me të cilë i obligën veprimet për t'i përfshi gratë në prona e shumë të tjerë. Nuk është ashtu që shflitet në mediume, në përshëqërinë, për rrethët, sepse është një praktik tjetër në realitet. Ne kemi problematika në shoqërinë tonë sillet shpeshherë pi grave, nuk sillet pi burrave, ne kemi veprime të caktuara në raste konkrete, por sa shumë edhe sa vrej one në opinion është shumë për mu çudit kanjherë, sepse ne i mundohemi që të qesmi teorie perceptime të gabuara që i motivojnë gratë për në lypni të drejtë, që pa e pas të drejtën e tillë, gratë janë të drejta të tyre me qenë drejta në punë, drejta në angazhim, drejta në përgjithësi, drejta në arsimim. Unë askund s'kum po që ka mohu një gjë e tillë, të drejtat e barazisë në ndjekjen e punës. Jo, ka, faktikisht ka, edhe nuk është gjë e keqe nëse gratë luftojnë për të drejtat e tyre. Që kush me liftu, ne jemi qëtu 5 vetë, nëse cili du me liftu për me vetën, sepse drejta... Po, ama nuk menoj që gratë e lypin një të drejtë që nuk ju takon, as një person nuk mundet me thonë pe kërkoj një të drejtë dhe që së më takon. A ka thonë dikush... Jo, po ju e thatë, gratë kërkojnë të drejta, duhet me kërku i kanë të drejtat për punësim, jo krejt i kanë të drejtat për punësim. O, më falë, ja kanë mëhu një intelektual, ndështë e ka bo ligjin, e së në ka rrit me hinë punë, jo, prej në shpe fillon, jam më hënë bashkëshorti, jam më
jam më hënë njere prindi, mandej... Çka më hënë bashkëte? Me punësu, nuk ka qef me punu. Jo, në falë, dëgjë. Nëse mornim pikë vështrimit të tillë, unë shoh shumë djemë që ndoshta kanë ndërprej kontrollën e punës së tyre për shkak një bindjes apo një dyshimi që kanë thënë. Domthon, a do të këtë pikë na me diskutu me thonë, valloj, kështu gratë domthon edhe me dritë, me ngrit? Jo, sepse është problematik, është edukat mendsi, nuk do të thotë që është dhunë. Domthon, ne ka këtu të bëne me do të çutë psikologu, të psikiatri, me trajtu të sociologu. Po ne e kemi përzit disa gjëra, nga njerë kena përfshi këtu veprime si elemente që ndoshta unë personalisht jam as psikolog, as sociolog, por në këtë aspektin, do njerë do të mundohë këndvështrimi, do të më trajtu pak ma ndryshe, do të me perceptu me marë mendimet e psikologëve dhe sociologëve. Nga njerë rritja e këndvështrimi duke konsideruar që vendi jonë ka dhunë, ka njerë ka inspiru femnën, Dembelet, ashtu, për të kryuar një ide, një perceptim të tillë. Domthon, ne kemi pasur rastet të tilla ose kemi rastet të tilla në Kosovë që është shumë e rëndësishme të ndajnë me opinionin, kur një grup apo disa individ të femnave kanë kriju problematikë të vazhdueshme, duke thonë kanë hub një femën. A keni po që raportuar nëpër media, filan qytetin ka hub një femën, filan qytetin ka çka zhdhun. Domthon, unë në Ferizaj apo në qytete tjera në Gjiloni, ka raste ku një femën ka si disa herë problematika për dhunë familje, jo për me individ, për me disa individa. Domthon, është kriju si statistik, po të njëjtën kohë nuk është si problem. Është dukuri që është shqyror si problematik. Po çka nuk është shumë e rëndësishme të thuhet. Kosova ka bën ndryshime të mëdha në ngritjen e mbrojtjes së drejtave pavarësisht ndeshjet të fëmijëve. Ne pse diskutojmë drejtat e fëmijëve, po më shumë diskutojmë drejtën e gruas. Jo, se sot nuk po folim. Për shembull, po bëmi një krahasim. Për barazinë gjinore. Po, bëmi një krahasim. Domthon, ne në Kosovë është shumë e rëndësishme të flasmi për dukuritë e nevojshme, për çështjen e nevojshme. Edhe drejtat e burrit, edhe drejtat e gruas janë të nevojshme të përcaktuara me ligj. Ku është shumë e rëndësishme, në fund me shku ligjin me zbatu, edhe me zbatu veprimet të zënë parashin me ligj, dhe nuk kemi në fakt kontestin nga shumë të tjera. Edhe në zonat rurale edhe urbane. Edhe në zonat rurale, këtë po ndërprej e dim krejt, se këtë kemi dëgju rastet që tha e dona, jo që nuk i lojnë me punu, po as prej shpis nuk i lojnë me dojnë pa leje. O, më falë. Sukur në vendet, sukur me thonë qytet, gratë s'filon burrat me dollë në qytet. Po nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Këto janë hajgare që bën në për kafeteri, që thojnë po i tut në agrus, se në shpe nuk është vërtet. Nuk është vërtet. A më ka shumë gra, më falë, nëse i shkon jeta kështu që po thuni jo, mas i shdash të më mbledhe me diskutu. More, më falë, na për nuk do të me qenë egoist, ana do të me folë për shumicën e grave. Po, nejla të folë realitetin që e Po, a realitetin nuk është. Ka familjen të cilat kryesisht zonat rurale, po i cekim që ende dominon mentaliteti një familje me energji patriarkale. Absolut, a për më hënë dikush? Jo, s'pe më hënë kërkush. Ne po thëmi që ka në qytet, edhe ma një kjo, ka qytet që si tjenë një burë, që përfundon për orarin e punës në 4 e gjys, që shkon në shtëpe, apo në 5, aj mo deri në ora 7 e gjys më gjesë nuk e shaj qytetin. Se? Prej grus? Pi grus. Pi grus nuk e len gruja. Ani, ato janë probleme që është personale. Qka me thonë, jam faqë, qka me qujtë këtë problematikë? E që me thonë që është dukuria shpeja dhunë. Po janë dalon burit me punus, po janë dalon se falë, me hongër burë. Valoj kemi posë që e ka dollë edhe punë, ka në rrë se që ti kish fermë në arë, do është përcepi. Jo, më falë, do të me përceptu në këndë vështrem, të lutëm. Që kjo barazia gjinore ka rjetë si rezultat i shtypjes edhe që ka përjetu femna kryesi shqiptare gjatë viteve, është fjala për epokat ndryshme të historisë, nuk ka dalë kjo sot. Kretë kjo barazia gjinore ka rjedhë si brohorim që duhet me pasë drejta shkaku që ka përjetu femna gjatë viteve të kalume edhe kretë dim. Absolut, ku është për më hënë. Do më ne po flasme... E të shfat këtë që kjo ende vazhdojnë në disa zona. Ne ju vetëm në Kosovë, po tërë botën është çështje diskutu se kjo dukuri. është diskutus në këmë Po jo që jo në këtë nivel me të cilë ne përcaktojmë në opinion publik. Aktualisht vendit të tona ka nevoj për zhvillimin, për punësim në vendet të ndryshme të punës, edhe në zonat rurale e urbane. Ne kemi kërkesa, shpeshar ku zhvilloj programet të ndryshme, kërkoj nga gratë përfshin në punësim. Nuk kanë edhe farë vëllet atë gradë me shku shumë të tjera. Ndështë shpesh herë, bëhet si shprejia. Burat, hajtë se s'po shkanin punë. Unë nuk kam dëgjuar, besënëm,
kohët e fundit, 3 vitit e fundit, që ka shku më një zonë të vendet ndryshme, që ne se kina bo një juftimin, mi thonë, që të ishtë një vend një punës, a ka vullnet për me shku për me punu. Unë nuk kam takuar, besanëm. Vullneti në është ta që ndronë, po e drejta i muhohet. Mrena në familje. E falë. A mundë me full. Se gjauta, për që ta kështë do. Nuk e di, a ju dëgjova mirë, am duke të thatë që nëse një gru dhunohet, edhe nëse e denoncon dhunën, po shfaqin problematika. Ja, falë. Jo. Se thash. Ju nuk e thatë. Okej, po më janë shumë mirë që nuk e thatë. Po sa në tira që i thatë, unë isha akon ma e lumë të rambotë nëse kishim funksionu që ashtu qysh i thatë jo, po fatë këtësësh nuk funksionoj, na e di na realitetin, na e njojmë realitetin, sidomos ne gazetarët e tereni që na bie me qenë pranë familjeve të ndryshme, pranë kulturave të ndryshme, pranë edukatave të ndryshme, edhe mu më ka rastis, unë e kom qenë pranë një familje, edhe do më thëmë bashkëshorti nuk ka nguru fare pëse është një person i ri tjetër aty në shtëpinë e tyre, edhe është sill, do më thëmë, matë keqe të mundshme të grus, edhe normal ajo ju ka nështru. Tash llogaritë çka mundet me bo aj para një personi, edhe llogaritë çka mundet me bo kur jën vetë. Na i dina rastet në dhunë në familje, i dina vrasjet të grave, i dina se qysh masakrohet një gru, qysh dhunohet një gru edhe verbalisht, për shembull në rrjetet sociale, na kemi diskutuar gjuhën e urrëties, që zakonisht prej e gjuhës së urrëties janë më shumë, domethënë, gratë. Mandej diskriminimi gjinor nis qysh në familje. Nëse një gru është shtatzan edhe e pyet dikush, më falë, kush është gjinia e bebës tona, e thët, është vajzë, tjetëri thët, o inshallah herën tjetër me një djalë. Kjo është realitet, na këto e dëgjojna. Ose për shembull këtja e rasti kur ka lind, kur lindi djalë që shkon me tupana në spital. Edhe prej këtu nis, edhe veç edhe shto e përfundova, edhe prej këtu nis fuqia, pushteti dhe autoriteti që i jepet mashkullit në rrethin e tij të familjes, se çikën e shtin me fshi, sa ajo është për punë të shtëpisë. Në fakt, djali duhet me qit kont mi tavolinë edhe s'ka lidhje edhe nëse e zhyt se e fshin çika mandej, e fshin motra. E ai çat frymëritet, çat natyritet edhe mësohet që njëjtë me marë mande edhe një gru, e mos me trajtu si gru, po e trajton si shërptore, se e kam mësu nana, e kam mësu prindi që ashtu, edhe babi. Dhe më thonë, një sprej në fëmiri, e mande kjo veç rritët edhe trashëtohet. Të kopëmi pak edhe për të drejtat e trashëgimis në prunë, Kenan. Zakonisht e dim se e drejta në për prunë i për gjithmonë meshkujve, pra djallit. Zakonisht vajzat nuk është që e marrin të drejtën në prunë sikur se meshkujt, ose djallit. Për shembull, duke fillun nga familjet në zonat rurale, edhe atë urbane njëkohësisht, në shumicën e rasteve kemi një 70% të themi sipas hulumtimeve, sipas të ligjit për barazit gjinore thuhet se duhet 50-50 t'ju ofrohet e drejta për në prunë. Po pse ndodh kjo? E por është, Kosova mirë është përfshinë në legj, edhe ligji kur bon për trashëgimi familjare është përcaktuar, domthonë pavarësisht pozicionit dhe kontributit në pasuri, gruaja edhe nëse gruaja apo burri nuk ka kontribuar direkt, për shembull nuk thon, për shembull ka bleni prunë edhe gruaja, që nuk është i përfshinë burri, domthonë edhe burri është njëri prej përfshirësve në prunën në trashëgimin e saj, dhe besoj që këtë rast Kosova qëndron mirë me ligj, edhe parimisht e praktikisht. Ne kemi diskutuar edhe njëherë, Sora, për këtë çështje që është shumë e rëndësishme. Gratë në shumicën e rasteve, apo përgjithësi femnat në Republikën e Kosovës, nuk e kanë shfryzuar drejtën e tyre juridike për ta trashëguar ose për të pasur përfitim nga pasuria trashëgimore tek prendet. Ndoshta nganjëherë ne kemi si shoqëri edhe ne, edhe djemët, edhe gratë apo vajzat janë të ndjeshme në trashëgimin familjar, domthonë edhe prindve, vëllezër janë lënë për shkak që mendojnë që kanë dhënë kontribut, edhe që mund të hapin hapësirë për çdo raport me të cilën kanë. Është vërtetuar kjo, në disa raste nuk e kanë dhënë prind, domthonë ne kemi ndihmuar shpeshherë disa gra që i kemi ndihmuar me çështje juridike, kemi sugjeruar këshillu çysh do të ndjek një procedurë për të përfituar drejtën në prunë ose drejtën në trashëgimi, që është shumë e rëndësishme. Kur flasim te pruna, kemi një dallim të madh nga ajo që përcaktojmë me dhunën. Domthonë unë mendoj që shpeshherë edhe vllaut jam drejtën në trashëgimi, e le mo nganjëherë motrës, e gruas e shumë të tjera. Kjo është një çështje që duhet më diskutuar dhe më ngrit pak më alarm se sa një çështje tjetër. Domthonë, në këtë pikë është shumë e rëndësishme na me ngritë vedinë dhe përgjegjësinë e grave në të drejtat e prunës.
Dëmon është shumë e rëndësishme, e domosdoshme, dëmon aja grua, aja vojtë që ka jetua në shtëpi 20 vjetë, apo 25 vjetë, dëmon ka dhon kontribut, ka punu. Dëmon, asoj do mi taku pruna, aja do me përfitu nga e drejta prunës në trashëgimi, dhe për këtë arsye, ne, si shoqëri, do të me ngritë zërin, më shumë se çdo segment tjetër ku ka dëmonin e drejtën e dhunë. Dhe shumë e rëndësishme në Kosovë, dëmon, ligjet e tona tash për me rrisu një prunë të përbashkët, është shumë e rëndësishme pos më konë që pjesë përbërë se burri dhe gruaja ose burri, dëmon, është shumë e rëndësishme, ka rritë me ngritë përgjësia, janë morë veprime, kjo janë fushata. Ashtë e nevojshme me bëjmë ende më shumë, është e domosdoshme dhe urgjente të bëjmë shumë më shumë këtë pikë, sepse nëse pa mendoni, për shembull, martohet një vojzë tek një djallë dhe ndoshta të dytë nuk qëndrojnë financiarisht mirë, ndoshta në drejtën trashëgimore as njëri as tjetri nuk kanë pas drejt. Para mendoj fare jetët të vështirë kam ato ai çift që vjen nga pika zero dhe kjo është po te na nuk japen hise prendet ose vajzës, po prindërit ose vllaznia se thonë ti shkon te burri i kiat. Unë e përmenda pak më herët edhe më lart që theksova që është shumë më rëndësishme me kuptu prindit. Tash, prindit pak nga gjenerat janë duke ndryshuar, mendjen, mundësien, perceptimin, tash kemi vlezër prind që dhurojnë vojzav një banes, një tokë, një automjet. Nuk i kemi atë mendësien, por a e kemi nivelin më tolt në trashëgimi familjare ose prunë, ose kemi shumë, ka shqit drejtës në trashëgimi. Ne nuk po flojmë vetë në këtë raport vojzë me prenda ose me vlo, po kemi edhe vlo me vlo, shpesher thujme, s'ka jetu në Kosovë, edhe s'ta kanë tyja, vide, kemi shumë veprime të tilla. Për mendimin tem, shpesher kjo e drejt është më e rrezikshme, se sa një drejt tjetër që mendoj e duhen që nga njerë duhet i krijojmë një perceptim, sepse nështë aty që kanë mundi, ose më shkanë mundi të dhonë kontribut, kur janë puna, kur i bojmë trashëgimin familjare, dyqysh si përjashtosh, edhe vjen ty dhe ndashta vjen zërë, si familje ose si individ, dhe thu, hajde, mos bëj problem, nashta 5 vjetë më shkane, muj me bleni banis të tillë, ose muj me bleni një tokë të tillë, dhe më nuk bëjmë son për shkak ndjeshmërisë tonë të lidhë familjarë. Nas po më punas Gjerman, as Zvistran, sepse atje lypet e drejta me një herë, pas me ndonë 18 vjeqor, jo lyp prindi, thotë, a kina një banes, u kry. Po të nash një lidhje familjare, një raport ma i ndryshëm nga rrethona tjera në Evropion, edhe kena ka kriju një valë mendësie, një perceptimi tillë. Po, Sara, kështu me përmbledh edhe për fund. Për në fund veç do doja edhe një aspekt tjetër, një pik tjetër, që pjesëmarrja e grave në politikë është shumë rëndësishme, pasi që ligji paraqet që 50% e grave të jenë në listën që shumë shpesh partitë politike nuk e respektojnë këtë kuotë pra të ligjit, dhe në shumicën e rasteve KQZ-ja detyrohet me kthye këto lista mbrapa. Pra kemi një numër të ulët të grave të cilat marrin pjesë në partitë politike. Edhe këtu shihet se është një pabarazi gjinore. Thuhet se shumica e tyre janë meshkuj. Gratë, mas letin Kosovë që kanë drejten mu zhvillua, mu ndërtu, nuk ka as një vend të rajonit të mosfolit Evropës, për shkak që janë rrethonat, janë mekanizmat që mbrojnë drejtën e tyre. Se u hapë edhe një temë e rejse për këtë temë, për barazin gjinore një edicion i tërë nuk në kishë dalë me folë, po ka që na premtoj koha, kështë që për fond qysh me ljonë këtë punë kenanë. Unë e mendoj që do të me... A ka apsi për regullim? O qështë ka mërë këtë vendet ka vende për regullim, por ne nuk do të me morë si perceptim, si qështje, me rëthonë, thuna në familje me dramatizu shëqërije, në me jonë drejt, qëre, nga njerë, ne imi si shëqëri që nashta profesur në sociologjisë ose psikologjisë e kena pas nivelin matur, ne si shëqëri dëmonë, po tash kanë zonë sociologa, psikologa me kuptu që kanë shtë drejta për jetë, që kanë shtë dhuna. Në pas ka dashtë edhe një sociolog, po më shumë e nevëshme. Ka me bu një edicion krejt. Me shumë dëshirë, bile jam shumë kërështon me diskutu këti, me edhe pak me panel më të gjërë. Edhe mos harrojmë se media është një pasqyrë edhe ndërmjetësim kogja i mirë për me shfaqë sa ma shumë këto raste ku gratë diskriminohen, pra nuk respektohet ligji për barazi gjinore, ndërsa për gjinin tjetër po. Një format. Në media diskutohet ndryshe, ku janë në rrethët të ngushta, a di që e që perceptojnë dhunën, nuk e perceptojnë qështu që flasin baki qaj gjyqtore, qaj prokurore, ose qaj person, e flasin kitë me një gjyë vëllaj, i kena dha ma shumë koje, pak si sa që është realitete, ta perceptojnë pak ma ndryshe, nashta ngënim, nuk kena nevoj na me ngritë qështje që mu kriju shprehim u borë,
me marrë me thonë njerëzit, pa hajtë o bo shpreji që kja, hajtë se që kja po nëzirë rezultate. Nuk kina nevojë, do mon, pa ka zonë që kja dukurie dun. Jo, mirë, dona jo. Po, që mos më kriju në perceptim të tillë. Na, do me trajtu si problematik. Nuk, po thamë që s'ka dhunë. Thotë kuptojnë që sen, ka dhunë. Po, formës... Qasjen me pas ndryshme ndaj saj? Ndaj saj edhe, ju mi dhonë njerëzët që e dëshirujnë dhunë më bo viktim. Do më, na, qëtojnë atë t'i shkripë. Që dëshiron dhunë, në falë. O, e dhunë. Po, më falë. Po, na kina njerë që vetë janë bohën viktim, pa qenë viktim. Qysh po mendon, hajde një rast konkret. Kur një gru është bo viktim pa u do të me bo emision, për që tu se po, veç edhe qëtë informat, jem shumë kërështore edhe... Hajde, shkëmi në gjdo këtë gjukatën prokurori, thujmi, a mund me morë individet, sar ka pos problem me dhunë, jo tek një njeri, të një moshkull, po të disa meshkull. Hajde ta bojmë që të ljumë tem, si shëshri. Shkëmi, kush janë problematikët që po kryon dhunë në familje, po kryon dhunë në raport me si femën. Ne kim posë rast, unë jam duke trajtu një rast, që dyshot, që njeri pa qenë person që ka kriju dhunë, e gjukot ose akuzot për dhunë ndaj një vënd. Këna në falja e përmbyllim se po doharim jashtë shumë minutajës, jashtë ta minutajës është fjalla, dhe po koha nuk na mjafton me diskutu kaq shumë, do ishte knatësi të diskutonim një edicion të tërë, po jam e bintu që prapë s'kishim mujt me dalë një përfundim, si që nuk kemi dalë asë njerë deri sot, po shpresoj që gjërat kanë me u përmirësu edhe t'jenë më mirë për krejt. Edhe për vajza, si do mos, e donë. Po, normal. Shumë faleminderit. Mirë, atëherë po shkojmë me një hapësirë publicitare pas këtij diskutimi, e rikthehemi përsëri në studio.